Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Vazhdojmë me serin të njohim sahabët, për të vazhduar me dersin e dytë, i cili bën fjalë apo flet për Khalid ibn Walidin. Khalid ibn Walidi, kur flitet për ta, apo kur përmendet ai si emër, në mënyrë automatike na del përpara një person i cili është marrë tërë jetën e tij me betejë, me dy luftime, me strategji, edhe me shërbim të Islamit. Khalid ibn Walidi është Mekkas i fisit Quraysh, thuhet, domethënë dikun 40 vite parafërsisht 38-40 para hijretit pejgamberit alayhi salatu wassalam ka lind, para hijretit. Pra dikun domethënë ndoshta i bjen majrisë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10-11 vjet. Normal ka diskutime, kemi thonë këto çështje vetëm sa me afru situatën, përndryshe nuk i kemi të sigurta këto pika. Kurse ka vdek në vitin 21 hijri ose 22. Pra ka transmetimin e stene, ka 22. Pra në kohën e Omer ibn al-Khattabit radiallahu anhu. Në moshën parafërsisht 60 vjeçare, disa kanë thonë 53, disa kanë thonë 60. Gjithsesi, pe i përmendi, pra ka vdek në qytetin apo në periferitë të Himsit, qytetin e Siri, edhepse disa transmetime kanë pohu se ka vdek në Medinë, por më saktë duhet jetë në Hims, në kur ka kapë epidemia apo pandemia e Umuasit, në atë qytetin ku domethënë kanë vdek, apo në atë fshatin me emrin Umuas, edhe këto e ka godit edhe ka vdek ky bashkë me anëtarët e familjes, që numri i cilëve ishte pra djeme, nipa, mbesa, 40 vetë parafërsisht, të cilët kanë vdek në këtë. Bile ka transmetime që s'kalon pasars as ky, s'kalon pasars mas vetës për arsye se kanë vdekë. Gjithsesi, Khalid ibn Walidi ka qenë nga një fis i cili është dallu me luftë, me betejë. Edhe ata nuk kanë ditë përveç luftë. Khalidi është ushtru qysh i vogël. Të gjitha strategjitë e luftës, si fizike, ashtu edhe psikologjike apo psiqike, organizimi, udhëheqja, Khalidi ka pas të dalluara. Përmendet se Khalidi radiallahu anhu si i vogël ka ushtru me vrapu, me nga. Ka nga shpejt. Khalidi ka kalëru mirë, ka ditë me i gra, me i nejtë, kalit mirë. Sa që thuhet që ka qenë në gjendje, duke vrapu kali kënë kam me gjujt shtiza. Dhe më thonë, në kam me gjujt, del përgjigjo. Në kam me gjujt shigjeta, në falni, dhe më thonë prej me gjujt me shigjet. Pashtu, ka qenë gjendje me u këthuj mrapa kalit, ose anash, djatas, majtas me gjujt në gjitha pozicionet. Maj miri, dhe më thonë, ka qenë në vrapimin e, apo ngrahjen e kuajve. Vrapu si mirë. Mundës i veçantë, mundjen e ka njoft, shtizën, shigjetën, shpatën. Kur përmendën këto, sidomos shpata, Khalidi, u majnë në men një gjapje, o thonë, në ushtri, për me zotru mirë armën, du të më mri një pikë ku mu bo arma pjesë e trupit tanë. Pjesë e trupit tanë, jo pjesë e huj, pjesë e trupit. Dhe më thonë, sikur se sot dikush e manë sahatin, e manë unazën, pjesë trupit, pa të nësë shënë kërkun, din me majtë. Jo me pas frikë prej armës, dhe më thonë, dhe vetë, mos pe shkrep gabimisht, mos pe shkrep në gjumë, mos pe pjesë e trupit e pandashme. Khalidi radiallahu anhu ka pas pjesë të trupit vetë, sikur se ka pas krahin dorën, e ka pas shpatën.
S'ka pas mundësi Khalidin në një pozicion ose në tjetrën me sjell, me lëviz, me ndru shpatën, me umbrojt, e mu dëmtu vetë. Pjesë e trupit ti ka qenë e pandashme. Në këto, dhe më thonë, ushtrimet fizike, edhe anën tjetër e ka pas strategjinë e betejes. Sa që e ka thonë një fjalë të madhe Ebu Bekr Siddiq radiallahu anhu, ka thonë, a'jazatin nisa, gratë, deri në kiamet, jënë ndërzu, kanë hekë dorë me lindë një tjetër si Khalid ibn Velidi. S'ka mundësi komandant qaid, komandant udhëheqës, strateg, me pas si Khalid ibn Velidi. Mbi 100 beteja dhe, si të them përveç betejave ato ma të vogla, dhe më thonë, ka shku lëvizje që ka ba strategjike të gjitha i ka fitu. Khalidi asnjë nuk e ka humbë. Prej atë ditë që ka pranu Islamin, deri atë ditë që ka vdek, deri kur ka vdek 13 vite, Khalidi nuk ka zbrit prej kalet. Ku të thebje të manë mirë alegorike, po themi se më të keq kuptojmë tash me menu që edhe ka fjetë që ato jam tëmë. Por, ai nuk ka ditë, pa shamull, qka në darsma, qka në dekja, qka është me shku në pane, qka me shku për hajrë, që thojmë na kështu katonarë, se në gjuhën tonë, me dalë aty, me hongër një drejk, një dark, me shku në kafe, me pi me shok, një piknik. Khalidi nuk ka ditë, Khalidi veç në betejë konë. Khalidi, përveç që kur përmendet e emniti kuptohet dhe më thonë gjihadi. Ulemat, më ka pëlqy një fjalë e ulemave kur kanë përmend Khalid ibn Velidin, kanë thonë, kur kanë qu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri dhe Omeri, komandante kur kanë qu me shliru vende, kanë luftu e tjere. Por, kur kanë pa që s'po arrihet fitoria, sikur se sot në luftat e sodit që dhe më thonë, kërcënohen shtetet me bomba atomike. Kërcënohen. Rrëur se ta gjuj, kështu ta gjuj ashtu. Ebu Bekri Omeri kanë kërcënu, tjerët kanë thonë tabim Khalid ibn Velidin. I ka kërcënu me bombën atomike të vetën. Dhe më thonë, Khalidi ka qenë personi i cili, ku shkon Khalidi u kry. Ku shkon Khalidi ka morë fund çdo sen. Sa që Musejlem e Kedhabit ja ka thonë këtë fjalë. I vetmi që Musejlem e Kedhabi ka thonë mbjerën edhe Khalidin. Ku i ka pas 40.000 ushtarë, Khalidi ka pas 12 ose 13.000. Se disa beteje i ka bon Khalidi me ka 12-13.000 ushtarë. Të gjitha i ka fitu. Mas shumë të në beteje, në më thonë që Jarmukut që ka pas dikun 36, dikun 40.000, është fol plus minus, gjithsesi, dikush e ka qu deri në 70.000, me 210.000, po gjitha i ka fitu. Sa që, këta e në konë 4 vlazën, baba i tyne ka pas Walid ibn Mughire, një prej emrejgjë më të mëdhajt pejgamberit alayhi salatu wassalam. Khalidi e ka pas një vlla musliman, e cile ka pasën Velid, njëjtë sikur se baba i vetë, Khalid ibn Velid edhe djali Walid. Me vllajën e vetë nuk ka pas problem, me islamin e vllajt vetë, kone shumë burr i but, i sjellshëm, ka pranu herët islamin. Khalidi ka pas problem veç me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë ka dasht edhe bile Khalidi t'u ka vunu islami, sa që ju e din betejën e Bedrit s'ka marrë pjesë Khalidi. Allahu alem, me sa mbajnë menu, nuk ka marrë pjesë. Dhe më thonë, mund të përmirësën në komente dikush, por me sa mbajnë menu, nuk ka qenë. Kurse në Uhud, ka qenë si ushtari thjesht. Megjithatë, ka arrit, dhe më thonë, atë zbrastin që ka ndodhë në ushtrinë e muslimanëve, të shigjetarët, me shfrytzu Khalidi, duke i dalë anash, edhe me e këthy në fitore. Sa që Ebu Sufjani e të tjerë nga paria Mekës jenë habit me strategjinë e tij. Pra ka pas aftësi edhe psikikisht me emun armikun, por edhe me i shfrytzu dobësitë e armikut. Sa një prej betejave, se nuk do t'hi tashme amën mi përmend të gjitha betejat e tij, po si personalitet, si person, jemi të folë, kur i ka po që s'po përparojnë muslimanë, s'po ecën përpara, një ditë, 2, 3, ka thonë diçka. Keni më mbledh se cili familje. Kush jeni me, si me thonë tash, mbjamni që ky mbjamni?
mledheni baba, djali, migjallar, kushërit. 50 veta o bat po, ta shohim sa keni me majtë frontin ju. Hajde të shohim ju, hajde ta shohim kush po, cilla kabile po qenan, cilla po dërzohet. Kër e ka bon, një prej strategjive. E ka fitu. Kanë fitu, qatë ditë e kanë fitu betejën. Khalidi, njerë ka dasht me i ba atentat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në Hudejbije, kur kam baru, më thonë, para kësaj o kon beteja e Hendekut. Është bajo të lovija, era, jo kjo sanë, kur qësh jën konë mushrikët në favor, shumë të madhë. Khalidi o konë me ta në betej, edhe i kanë hupë. Khalidi o që ditë, ka thonë këtu veç ka një ndërhymje hyjnore, nuk ka mundësi me fitu ata betejen, me neve, kundër neve. Pastaj ka ardhë marrëveshja Hudejbijes. Edhe këtu, po thotë Khalidi, sërë na pishtypim, ata pishtypim. Ata veç po banë më të fortë, muslimat. Ka një ndërhymje këtu, hyjnore, ka diçka. Edhe, thotë, sot du me rahatu pejgamberin alayhi salatu wassalam, pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, veç me ta ka pas problemin. Kur ka i Rasulullah në namaz të ikindis në Hudejbije, ka shku Khalidi është afru, prej, dhe më dhanë tumë shef, edhe ka dasht me sulmu Rasulullah në me mytë. Mundësin e ka pas. Thot, subhanallah, sa do isha muqu më nalë këtë diqka. Sikur me mvu, pale qëfar peshë mbi supët, mbi krarorin, edhe ku më thoni vetët, s'mu isha me nëzërë shpatën. Ka diqka, Khalid reurt, se për gjanë në sendë. Pi që aty ka fillu me mendu, Amr ibn al-Asi ka qenë shok me Khalid ibn Walidin. Amr ibn al-Asi një prej njerëzve më të mençur në negociata. Edhe Khalidit e kretve u ka kalu. Sa Amr ibn al-Asi ne ka bon negocius të veten Muawiju kundër Aliut. Ebu Musa Ashariu ne ka pas që i ka thonë Muawiju të veni Kuranat në shtiza për munalu shtria Aliut, kërë në konë të hubetejnë, atë që konë. Amr ibn al-Asin e kanë qu mushrikët me bo debato, po me lut Nejashijun me i kthy musliman të Mekë, kur Nejashiju s'ka pranu me i kthy, Gjaferi, djali apo vllai Aliut radhiyallahu anhu, kur i ka mbrojt muslimanët, si udhëhet si tyne. Amr ibn al-Asin kur ka shku ka boj gjërat, ka ikë pi pejgamberit, ka ikë, s'po mund me jetu në Mekë, s'po mund me pa pejgamberit. Edhe shkon atje si rrijet kthehet edhe takohet me Khalidin, dy të takohen. I thot njonit prej sahabëve Khalidi, am qënë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e takojnë Amr ibn al-Asin në rrugë, thot ku po shkon? Amri i thot, ka qenë strateg, thot ja, po më kallzu ti s'të kallzoj. Wallahi ka thonë Khalidi, unë jam të shku te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me pranu Islamin. Kena me të mrantit. Kretë kanë pranu Islamin, Islami jo të përhap, s'kena me nëzorë kur gjën nga ajo mirësia e të parëve. Kemi me të fundit, kretë nga kalune dhe njërës më thjesht. Në të me që më jemi të e pa që kjo është hak. Thot Amr ibn al-Asi, wallahi jam nisë edhe unë për që ata, pas dhe shta me të kazu se mërdinati, se pale te aki qatë një jetë. Kur më rinë në Medina, po para kësaj, harova ta përmendi, takohet Khalid ibn Walidi disa herë me vllajën e vetë, me Walidin. I thot, qysh është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra? A i thot, mirë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po më pyet mu. Po thot, çka u bën puna e Khalidit? Pse po vonohet? Kur e ka taku pejgamberin alaihi salatu wasalam, i ka thonë Rasulullah, o Khalid, unë e kum ditë që ki me arë se e ki një mendje qashtë në prehtë, qa që i lërgë pams, nuk mundët menja jote me të qu, kërka veç se të e vërteta. I ka thonë, ja Rasulullah, unë pranoj Islamin, për të dytë përmendet paka shumë ky kusht, thot pa të kalumë që e ku mosë është tut, Uhudin që e ka ba kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hendekun ka marrë pjesë. Me mi fshi Allah azza xal ato lufta vrasë që ku muslimanëve përpara. Pejgamberi ka thonë sallallahu alaihi wasallam, zgat dorën. A nuk e din që Islami i fshin mëkatet e kaluara? E njëjta përmendet edhe nga Amr ibn al-Asi, kur pejgamberi ka zgat dorën, ai ka thonë, ja Rasulullah, me një kusht,
që Allah me fshi gjunatet kaluara. Edhe të njëjtën fjalë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ja thotë edhe Amr ibn al-Asit. Pra pranën dikun në vitin e 8 të hijretit islamin. Në atë kohë ka pranuar edhe Abu Hurajra, pak përpara Abu Hurajra. Pse për përmendje Abu Hurajra, se thotë Abu Hurajra, kur kemi shkuar në një betejë, kur Khalidi ka hinë çast frikë, ka fut psikologjike, domethënë shpirt të armiqve të vet, sa veç kur na kanë pa, domethënë hala pa fillu beteja, ai përmend disa numra, si më thon 100, 200, kanë dek nga ushtarët e armiqve, edhe një prej atyre komandantave të një grupi, si më thon 200-300 veta, edhe një komandant ka dek i tyne për strategjinë që kishin dëgjuar nga Khalid ibn Velidi. Po vdes për amendon njëri. Veç pse po takohet me Khalid ibn Velidin edhe ushtrinë e tij. Nuk ka mund askush, as në dy luftim, as në betejë me e mund. Të gjitha disfavorët i ka kthyr në favor. Saqë kur ka marrë pjesë mas 3 muaj mas është bë musliman në betejën e Mu'tas, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka shku, ka qenë në drejtim të Shamit përpjet, ku fisët arabe kanë dash mushrik kanë dash me shkatru ushtrinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kanë kërku prej bizantinëve forca ndihmëse. Numrat sillen nga 150.000 deri në 200.000 ushtar. Ka prej bashkohorëve që e zbresin këtë numër më poshtë të mushrikëve fjala, gjithsesi numër i madh i pa imagjinueshëm, me kundër 3.000 ushtarëve. Aty Zeid ibn Harith ka qenë komandant i parë, Ja'far ibn Abi Talib i dyti, edhe Abdullah ibn Rawaha. Këta 3 komandant, pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, le të jetë i pari Zeidi, i dyti Ja'fari, i treti nëse vritën, domethënë ibn Rawaha. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nga Medinja po i vin lajmet nga Allahu xhaleshanu që u vra komandanti i parë, u vra i dyti, u vra i treti. 6 ditë betejë janë vrarë 3 komandanta. Përballë një ushtrie të pa imagjinueshme. Më thonë, një me 70 du të miran, nëse s'gabojnë, nëse në konë 200.000, 290.000. Pastaj, në ditën tjetër, sa që Gjaferi radiallahu anhu i këputët dora djallë të e majtë flamurin, pastaj e kap me të majtën, i këputët e majtën, mundohet me majtë, me gjakse me dhamë, dheri sa dhe, e mbysin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po e shah Gjaferin, të fluturu në xhenet, Allahu 2 durët e tij ja ka zëvendësuar me 2 krah që fluturon. Prandaj quhet Ja'far at-Tayyar, Gjaferi fluturuesi nëpër xhenet. Subhanallahu, ata nuk e kanë mri çlirimin e Mekës. Ata nuk e kanë mri për hapjen e Islamit, zbritjen e surës Idha Jaa Nasrullahi wal Fath. Nuk e kanë mri al-yawma akmaltu lakum dinakum, sot ja u plotësova fen. Si kanë mri, po janë kon stacione, janë kon persona që rrugtimi i Islamit mbi supët e tyre ka kalu. Mas vekës tyre bjen flamuri i udhëheqjes në tokë, shkon njëri prej sahabëve, e merr edhe afrohet te Khalidi. Khalidi 3 muaj që u bë musliman. I thot Khalidi maje, ky që afron Khalidit, merre. Thot jo maje se ti je më meritor. Je më i vjetër në Islam se unë. Je më i vjetër në mosh dhe je prej luftëtarëve të Bedrit. Khalidi e ka ditë vendin e vet. Khalidi nuk ka luaj pozita. E dini kur e ka shkarku Omeri, Khalidi s'ka boza. S'ka boza. Edhe ky i thot, wallahi unë e di këtë gjë. Po unë e di kush është më meritori për këtë flamor. Nuk e mora për me majt, e mora me ta pru ty. I thot muslimanëve, a jeni të pajtimit që Khalidin me e ba udhec? Ata thojnë po. Betej. Pastaj Khalidi e merr edhe vetë transmetohet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë thot, e mori udhëheqjen Khalid ibn Walidi Seifullahi al-Maslul, shpata e Allahut e nxjerr e vendosur mbi kokat e qaferve, e jo besimtarve, mushrikëve. Prej asaj dite Seifullah ka pas emrin, domethënë nofkën e tij. Seifullah, shpata e Allahut.
Prandaj një prej sebeve ulemat që kanë përmend se Allahu xhaleshanu nuk ka leju që Khalidi me vdek nga shpata, me myt dikush, edhe pse ka ndru shehidllëkun. Sepse ka qenë shpatë e Zotit, e nxjerrur kundër armiqve. Shpatën e Zotit nuk ka mundësi kush me mund. Përmi 100 beteja. Përmendën ulemat se nuk ka pas vend sa 3-4 gishta në trup, vetë se ka pas një plagë Khalidi. Nga shigjeta, shtiza, shpata, ku e di çka. Edhe ka në fund. Ka thonë gjithë këto beteja se po vdes si ngorë, deveja, me vdek në shtrat, ela fela na'met a'yunul gjubana. Ka thonë, kur më suratofshin, pa e përkthej bukfal, sytë e frikacakve, e qyqanave, kur më zgjetëshin ati, gjithmonë jetofshin me tut. Nuk jam tut për të jetën kum shku ka vdekja, po se pas ka shkru Zoti, që jep me kuptu, pse po tut një o bura. Nësë është vdekja në dorë të Allahut, nëse kondash më konë vdekja prej shpatës, ja unë kisha vdekja kush. Atër o ju që po tutnu, veç një të e bajt tutën këtë, e cini sot ju zonë gjumi, se s'kini me vdek pa shkru Zoti. Në një formë ose në tjetërën. Pa ashtu ka prej komentimeve që këtë fjale ka thonë, mi u thonë aty në tutsanave, frikacakve që në tut mu balafët që me Khalidin. S'kini mora atu kur, sa më konë gjallë, si kumë lonë me nejtë ratë. Pa as pas vdekës s'kini mora atu. Për jam në temë, bidhnillah. Khalidi, gjithë ka pas veç një gajle, apo 2 gajle, një me ra shahid, edhe dyta, saher ka pas vakt me pushu, një ditë 2, nëse ka pas vakt, Khalidi ka marrë Kuranin, edhe ka, shumë ka qajt, ka thonë, o Allah, më falë, o Allah, më falë që jam i mangët edhe për përqaf Kuranin, pse? Thot, më largoj gjihadi për teje. S'po kam vakt më marrë me ty, i nëzant me gjihad. E ka konsideru leximin najtjen me Kuran, vlerë të madhe. Lazni, ku jemi na për këty në sanave? Ku jemi na për këty në sanave? Na largojnë e TikTok, Instagrami, për Kuranit, la ilaha illallah. Gjihadin e ka konsideru kur gjo në krahasim me leximin e Kuranit. Për kërkën Allahit, për arsuetot Zotit, për kërkën falje. Gjithsesi, Khalidi pa hyrë shumë detaje, e fiton, apo ulemat e kanë përmenë si fitore, betejën e Mu'tes, betejën e parë që ka bërë në Islam, si fitore për arsye se Khalidi ka shti shumë frikë në zemrat e armiqve, ka arrit me u tërhek pa i njek armiku, se numri madh, pa i njek, jënë tutë ata mi njek, se kanë ditë që këta po ikë. Nëse gjithsesi kanë rru pozitat ata djatas i ka qitë majtë, asa të majtë djatas, ata pare i ka qitë mrapa, këta mrapa para, ja kanë rru teshat, e ja kanë rru flamurat, që me mendu që ka ardhur ushtria e re, kalon do kuaj kalors mrapa me osjell mrapa ushtrisë muslimane, me menu që janë të ardhur ka shumë forca, mos me pa armiqt. Edhe ka bërë domethënë një çështje strategjie e cila ata i ka friksu, edhe Khalidi në atë betejë ka thonë, i kum thyr 9 shpata. Kam lexuar diku 8, por si duket më saktë është 9 shpata, çush i ka thyr, ta kem parasysh se kam pas rast kur e kum pyet një person që pretendon se di për fe, unë isha i atër i ri, edhe thash çush i ka thyr, nuk, a i tha i ka marrë, teta, i thoi 4 kne, dhe kam shë njëna me tjetra me bo zhurëm. A vëdin dhe se janë thyr, edhe ata janë tut. Jo, nuk është kjo. është keq kuptim. Ka marrë një shpatë, ka luftu, dhe sa o thyr. Së në ka bo balë shpata, o thyr shpata. Onë zë qatë shumë bitë ramës, sa o thyr. E ka marrë dytën. Thot, edhe jeta më ka bo balë deri në fund betejes, për arsye se ka qenë prodhimi i Jemenit, që në ka ndalu ndoshta atë kohë një lloj i shpatave të Jemenit, ku e di, une. Deri në fund. Pastaj është tërhek me ushtri, prej muslimanëve kanë qenë të mbytur dikun 12 veç 12 ushtarë. Kurse dikun kam lexu prej ju muslimanëve 3000. Ka prej dietarëve që çojnë edhe më shumë këtë numër, po nuk po duhet përmend edhe shumë. Pra, 12 ushtarë në gjithë ato ditë beteje, pastaj një tërhekje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po i vin lajmet. Kështu Khalidi, bani Khalidi, e mor Khalidi, këtë muslimanët po i marrin lajmet për pejgamberit alayhi salatu wasalam. Çfarë dallimi ulemat kanë thonë?
të marrësh lajmin nga Rasulullah e ta bësh gale dhe fëmijët e Medinës e kanë bajt gale ushtrinë e muslimanëve. Edhe lajmet i kanë kush po fiton. Përkundër sot fëmijëve të muslimanëve ku e kanë gale një muj ditë salun, një kampionat botëror i caktuar ku kush po fiton tek po fiton. Edhe el wala wal bara, dashnia dhe urrejtja ngritet mbi ekipet e futbollit. Ku dy musliman falen në xhami dhe kur dalin prej xhamisë në kafe, po lahen njëri me tjetrin se ky është me filan ekipin, ai është me ekipin tjetër. Kur ka ardhur Khalidi në Medinë, fëmijët kanë dalë në sokaket e Medinës, në hymjet e Medinës, e kanë gjujt Khalidin edhe ushtrinë e tij me gur të vegjël. Kush? Fëmijët. Pse? Keni ikë pi betejës. A ban me ikë muslimani pi betejës? Fëmijët. Khalidin e ka prit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë, nuk jeni ju që keni ikë, po ju keni përdor strategji sepse ka qenë vdekje e sigurt. Do të thonë, ajo, po them ajo ikja strategjike e Khalidit me 3000 vet që kanë nejt me ditë të tëra në betej me veç 12 parafërsisht të vdekur, ka qenë një mrekullin vete, saqë armisht kur e kanë pa tutën, kanë thonë, o veç le të rriqen se na jemi tunal, veç mos vazhdojmë më shumë, se kanë fillu më tutë në ndrimin e strategjisë. Mirë. Pastaj vazhdojnë edhe gjitha beteja tjera në Hunain, në çlirimin e Mekës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çlirimin e Mekës rrugën më të ngarkuar, më të vështirë, më malore, më të rrezikshme ja kalon Khalidit me hyn Mekë. Edhe disa komandantë të tjerë, një prej tyre edhe vet derisa domon kanë hyrë me 10.000 ushtar. Pashtu ka marrë pjesë Khalidi bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në Tebuk, ku domon pejgamberi ka shku me detyru gjizje me dhënë ose pranim të Islamit fisëve arabe. Ata kanë bashkëpunuar me bizantinët, por bizantinët nuk kanë ardhur në ndihmë, për arsye se kanë ditë në betejën e Mu'tës që ka ndodhur me ta, edhe fisët arabe pasaj ato udhëhecat e kabileve nuk kanë guxuar me dalë me u ballafaqu direkt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë me 10.000 ushtar. Në mesën e tyre edhe Khalidin e ka pas një prej udhëhecave. Sepse piqa së ditër kur është kthy Khalidin në Medinë, që ka fituar betejën e Mu'tës, pejgamberi ka thonë, çka shpat ti, shpat Allahut azza wa jalla edhe u kryma. Saqë kur e ka takuar një princ pers, ka thonë, a ki mundësi me ma tregu që atë shpat që të ka zbrit Zoti për qilët, e ti me që atë shpat për mytë kret, për fiton kret betejat. Khalidi ka thonë, s'kam shpat të tillë, nuk ekziston shpat të tillë, kanë menua ata që ka arë në shpat, dhe më thonë me rryma, po pëtan edhe vetë luftan e shpata. E ki parasysh ajo, imagjinata jo besimtare, ka thonë, mu që shtu më ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ndryshe njerë, jam edhe s'kam shpat të veçantë. Më thehet, më prishet, mund me ma vjedh dikush e marrë shpatën tjetër, s'ka kur far problemi. Aty e tregon pejgamberi pra në Jarmuk, e vendos gjizjen edhe nënshtrohen fisët arabe para pejgamberit alayhis salam, pastaj bën shirimin e Mekës. Pastaj në kohën e Abu Bekrit lun rol Khalidi karshi dy kategorive të armiqve. Kategoria parë, ata të cilët e nalën dhënien e zeqatit. Thanë pejgamberit ja kemi dhënë, këtij si hapi me Abu Bekrit se s'është ky pejgamber. Mendonin që duhet zeqati veç pejgamberit. Atëherë që Khalid ibn Velidin edhe fisët arabe i rahatoi Khalidi. Në kohë të shkurt. Domethënë, ka ndodhur që Khalidi, të dashur vëllezër, çtu e ka bënë betejë gjëzita, tani. Me një fes me 2.000 ushtar, 3.000 armisht janë konë. Nisa ndijene, po dalë për temës pak, Khalidi kur nuk o konë në numër ma shumë se sa armisht, kur së konë. Gjithë o konë ma pak, gjithë. Ose o konë 1 me 3, ose ma pak. 1 me 7, 1 me 10, 1 me 15. Kur së konë 1 me 2, kërkun së përmenet. 1 me 1, kërkun së përmenet. Të çlirimi i Mekës po, sa aty në zatën nuk u konë më luftë. Kërë kanë çliru, pa luftë e kanë marë. Khalidi ka ndodhë që tu ka luftu, manifest pikto njës të e fisi tjetër, mrena ditës, pi ban 2 beteja. Kër i ka rahatu fisët arabe nga që s'pe japin zeqatin, kanë pranu me dhanë zeqatin, ka fillu me një kategori më të rrept se sa këta që s'pe japin zeqatin. Këta janë konë musliman, po se kanë dhanë zeqatin.
Ebu Bekri ka luftu, Omeri u mënu me nal Ebu Bekrin, pastaj u dorëzu Omeri. Ka thonë, haki që ka me Ebu Bekrin përderisa ka ngull kom, që kaq. Kategoria dytë kanë qenë ata arabë të cilët janë bërë murted, kanë dalë prej dinit, dhe i kanë njeh pejgamberët e rrejshëm. Ebu Bekri, një prej tyre Musaileme Kedhabi, i cili ka pasur në ushtrinë e vet të rregull, domethënë, përveç atyre që u kanë ardhur ndim 40.000 ushtar, që ka qenë numri i madh. Khalidi, kur ka luftu me ta, me 13.000 ushtar ka luftu. Gjithsesi, ka pas shumë pejgamber, bile edhe njëna konë grue, që ka shpall vetën pejgamberi, ako ma harru emrin, sa është më rëndësi, ajo beli dikur o martu me Musaileme Kedhabin, pejgamberi me pejgamberen. Po pastaj, kur është myt Musaileme Kedhabi, kjo pejgamberja o pendu, edhe o bo muslimane devaqme, është kthy në rrugët Allahut, lusë Allah që ta ketë falë. është pendu, taman është rregullu islami saj. Inshallah është bërë sinqert. E Khalidi, Ebu Bekri kalon komandantat, i ka qu disa komandanta me luftu me këta, edhe Khalidit i ka thonë, kush ka nevojë ti shkosh, e ka qu, sot që tu, mas 3 dite, mas një javë taj tjetri, po njerë i kalon, kush mundet vetë, mirë, kush mundet e qenë Khalidin. Edhe ka qu deri të kë, ma thonë, Musaileme Kedhabi, edhe aty e ka mund Khalidi, në takimin e parë, muslimat janë tërhek, s'kan mujt as këta as ata, pastaj të banë takimin e dytë. Masi i ka rahatu këta arabët, edhe është gadishull arabek është qetësu. Ebu Bekri ka vdek radhiyallahu anhu, apo në kone edhe të Ebu Bekrit, apo në kone pejgamberit, në falni, sallallahu alaihi wasallam, nuk du me mikë një detaj, ka qenë një idhull që pejgamberi ka qu sahabët mi shkatru idhujt. E ka qu Aliun me një ven, edhe e ka qu Khalidin me një ven, tek idhulli me emrin Uzza. Uzza ka qenë një, më duket një lis, nëse zgabaj, nëse se kam harru, që kur ka shku aty ka qenë një, apo ka qenë gur se lis ka qenë me Aliun radhiyallahu anhu, ka qenë një gur në formë të kuadit njerit kështu, i cili edhe ky ka pretendu se flet. Në fakt ka fol. Edhe fisët arabe kanë lënë aty gjithë një roje, njëri sot tjetri nesër me merujt. Kur ka shku Khalidi me ushtri, ky roja, që kanë jo besimtar, i thot atij Zotit, ja jep shpatën, thot merre se sot s'kam jetë me Khalidin më përla, se s'ma qet, edhe ka i luftot ti. Khalidi shkon edhe bën cop, prej aty delni e gjin famën. Edhe te Aliu është të njëjtja histori, por dallimi është se atje ka qenë me flokë gjata ajo, kurse këtu ka qenë thot transmetimet me trup të shkurt, e gjanë shumë, edhe dallohet, domethënë që në histori islame kur përmendet e gjini, domethënë që famën ka qenë, që e ka sulmu Khalidin, ka dash me emyt Khalidin, përmenet domethënë me cekët me gjoksin e madh, kështu domethënë cekët në histori islame, ndoshta ka qenë është dallu me këtë, ajo me flokët e gata, kjo me këtë pjesën tjetër, kërkoj falje për këto shprehje. Edhe Khalidi domethënë me të parën, veç me një gjujt në me shpat, ja kaput kokën. Edhe bindën domethënë njerëzit se e gjin, kanë që ka fol, kanë minuta që është Zot, ndoshta në mëna kanë taj idhulli aty, ky e gjin, normal e gjin kanë qëllim me i shkatru njerëzit, me i shkatru besimin e njerëzve. Gjithsesi, masi vdes Ebu Bekri, edhe rahatot gadishull arabik, fillon etapa e dytë. Etapa e dytë është ta shurahatu gadishull arabik, me u ballafaqu me krishterët e Yemenit, me persianët edhe me bizantinët në Sham. Persianët kanë qenë ka pjesa e Irakut edhe Iranit knena. Në hartë nëse qyrim, bizantinët nalt ka Shami. Edhe një pjesa nëna ka Egjipti. Khalidin, radhiyallahu anhu, kur e ka qu Omeri ka Jemeni, sa pa ka shkatruat atë bete, po i bi shkurt, kërkoj falje, direkt i ka thonë mosonal, shko me luftu kundër persianëve. Te persianët beteja më e njohur që ka bo Khalidi, ka qenë beteja Jarmukut. Edhe
kur ka dalë në luftim me Hurmuzin. Qatë ka qenë tradhtar Hurmuzi, do të thonë tradhtar i pabes. Sa sot kur përmend mesin e arabëve, kur ti thonë dikuj për i pabes, thonë më i pabes se Hurmuzi. Ka qenë një komandant shumë i njohur, do të thonë, po themi kështu ai kryekomandanti, ai më i fortë mas mreti ka pas Hurmuzin. E ka ditë fuqinë e Khalidit radhiyallahu anhu. Se Khalidi, na kemi thonë ka sahabë të cilët janë kanë zot me shpatë, ka me shtiz, ka me ato. Khalidi me të gjitha ka qenë. Cillën armë ke dhënë, domethënë ai edhe në dy luftim, edhe me grushta, edhe me mundje, me çdo sen. Kjo që ka bëj, ka dy ushtrit kur kanë ballë për ballë, ka dalë Khalidi, ka thonë ka kush më sfidon. Edhe ka dalë Hurmuzi, po e ka bënë një marrëveshje me njësinë speciale të vetën, që thot unë nuk po afrohem te Khalidi shumë, po rri më afër ushtrisë tonë. Për shembull, nëse është 1 kilometër larg, ai le të vjen ja 700 metër, 800, unë një 200. A veten më kon mangat. Edhe i thot njësi speciale të vetës, një 4-5 vetë, i thot, kur ta shifni që kom fillu me Khalidin me 2 luftim, ngani ju, ja 4-5, të arë muslimant, ju vini ma shpet, edhe 5-6 në amysim Khalidin. Të ardha ta, binë ambicjet. Muslimanët, thjesht ku ta ki Allahu në zëgjel qëllim njet, e Zoti nuk të hupë. Njëni për sahabëve ka qenë Ka'ka. Me hëvriti kur përmanet Allahu Ekber, ngrit hala frikë në zemrat e kufarëve. E ka pa këtë strategji, e ka nuhat. Hala pa unis ata, kypju unis. Ka ardhë vetën, i ka bëjt 4-5 ata, pap me njëherë. Khalidi veç për këqyrë. Edhe pa bon 1-2, e plagos Hurmuzin, pasaj e vendos kamën në fyt, apo në gjaks, edhe i thot, nuk u mjaftove me burni, veç deshte me thrathi, edhe e mytë. Në ato momente, kryhet më misioni i aty në Perzëve, nga humbja e, dhe më thonë, ambicjeve. Në emër të këtij komandanti, sot persianët e sotëm iranianët ja kanë vendosë në ngushticës së Hurmuzit emrin në emër të këtij komandanti. Do të thonë, betejë nuk është bën bashkë aty te çan ngushtica. Është bën diku tjetër, normal dihet ku është bën, po unë nuk e marr mend emrat e detajuara se nuk jam të marr orë, po them kështu akademike me emra, me kilometra, me data të sakta. Ekzistojnë ato, po na kemi një një profil përgjithshëm të Khalid ibn Velidit pak a shumë. Edhe aty pastaj fitohet ajo betejë, stabilizohen muslimanët në Irak për të vazhduar pastaj me çlirimet më të vogla aty, por merr fund perandoria perse, me që aty pastaj shkojnë derisa dhe mbysen edhe mbretin e tyre. Mirë. Anena në Sham, Abu Ubaid ibn al-Jarrah ka qenë të marrë me Bizantinët. S'munët me fitu, çka bëni qenë Omerit letër, thot më qenë ndihma. Omeri ja qenë një letër Khalidit edhe i thot me shku në Sham. Me marrë rrugën, ka është e njohur rruga për krejt, rrugën e normale, rrugën e gatë, po shkon gatë. Nuk më ka ra me lexu sa ditë. Po për shembull, po duhet 20 ditë, 1 muaj. Mira rrugës shkurt, po duhet në përmjet shkretinës ku kërkush nuk ka mujt me kaluat shkretinë gjallë. Për shkak të erave forta, për shkak s'ka ujë, mund është me upudhën e tjerë, rrezik me jetën. Khalidi çka bën? I merr kuajt devët edhe i merr do deve ekstra, i mush me ujë, shtin me pi ujë. Me pi ujë, deve apen shumë ujë. Edhe nisët në përshkretinë. Se thot, nëse vonon knes mund me bo ballë, e bo bejtë atje me ushtri. Kur shkojmë, na shkojmë vonë. Edhe të papërgatitun janë Bizantinët nëse ne shkojmë para vaktit, sa ata paramendojnë edhe 20-30 ditë kryesën vjen na keni na marrin, por rinë shlirë. Khalidi hyn shkretinës, teje për teje. Ditë e natë thujse pa unal.
Kur u ecëshin për ujë, i mirë ke 7 deve i prejke, jo nxirr ke ujën, edhe ju ke me pi. Kafshëve edhe ushtarëve. Përveç ujin që kanë pasur në shpinë kafshët, i ka prej edhe kanë nxerr për barkit tyne, si lloj rezervari. Kur i kanë parë meçet, a mu çudit me Khalidin, a mu çudit me ka ardhur me udhën. Qysh ka rreziku. Edhe aty domethënë e ka një takim me një udhëheqës të këtyne romakëve apo bizantinëve, ku ai thot e di që ju një të varfër, një të und, muslimanëve. Thot, ktheuni në shtëpiat e juaja, kretë ushtarëve, çdo vjet ja japim ka 10 dinar dukatit, edhe ushqim sa mundet me bajt devja vet për ta dhe për familjen vet një vjet që i mjafton. Apet në mat hajt ne. Khalidi e këshyri thot, Khalidi ka pas fjalë të mëdha. I thot, pas ke një gabim. Nuk kemi tund na jemi të etur. Thot, po të etur jemi për gjakun e juj. Jo të und. E këtu dhe më thonë ja humb ato atë mendje madhësin. Me i thonë me kuptu se s'kena arna për një 10 dinar dukatit e 10 lira edhe, për ne kena ardhë, mu ballafaqu me juve. Po ashtu edhe kur i thot Perzëve, kur i thot emma ba'd, po juve me një ushtri që e do ndeken ma shumë se ju, ushtria ju që e do jetën. Aty në kështu këti, kështu. Ama gjithë se cillit për ja thot një fjalë që me majtë men. Edhe aty, po ashtu luftojnë emrat e disa betejeve, i kemi arru, disa vejdim, edhe aty e fiton. Normal pasaj e dini se Omeri radhiyallahu anhu Khalidin si të tham e largon për pozitës e krye komandantit, edhe kur është pyet Omeri pse bën një gjë të tillë, thot nuk kam me Khalidin kur gja, por kam frikë thot se njerëzit mos po sprovohen në iman, po lidhen me Khalidin në për beteja, nuk po lidhen me ato që e çon ndihmën me Allahun, sepse dikush nga muslimanët e ri, jo sahab tabiin, që ishin në ushtrinë e Khalidit, kishin fillu me thonë, si ta keni Khalidin në ushtrinë e juj, dhe ma njënin në komandën e ti, më sotut një se fitani. Edhe e largohet pa probleme, dini me Ebu Ubejden, kur i vjen letra, kjo e lënë, deri sa të kryet beteja, pastaj e dërgën, e kështu me radhë, asnjoni nuk ka ambicie personale. Asnjoni s'ka. Pastaj e të në ditë e fundit në Hims, pra në Sham, i kthym te libri i Zotit e Zogjel duke lexu, normal ka marr pjesën e për beteja, por pastaj edhe ka ajo pandemia apo virusi edhe aty vdes ai me anëtarët e familjes së tij. Nuk e di a ka mujt me mikë se normal thash në vitin 21 ose 22 të Hijretit në Khalid këtij Omerit kur i vjen lajmi, Omeri e ka pas rregull që si kalon gratë në Medinë me vajtu kur ka dek dikush. Kur kanë marrë vesh për vdekjen e Khalidit, të dalë për xhamis Omeri ka një do gra që po vajtojnë. Jo me vajtim haram, me vajtim halal, po Omeri ka thonë shuni zakonisht, mos bërtitni, mëse. Kur i ka një këto gratë s'ka bozoj, ka thonë disa sahabë, anë nuk po i nali Amirul Mu'minin, ka thonë vallahi jo. Me po me ditë ti kush ka dek, kush u kona i njeri sa i madh, edhe ti kishe me ka. Që që u ka dhim të Khalid ibn Velidi. Se dhja, kom haru diqka dhe sen pa thonë, por gjithsesi, sot është një gjami, dhe më thonë, me edhe thua se një varë është nga gjamis në Hims, me të njëjtin emër, gjamia e Khalid ibn Velidit, e rëndësishme na nuk i bëjmë shirk kërkuj, nuk i lutë me asnjë të vdekuri, i lutë me Allahu të Zogjel, na nuk pranojmë me pas tyrbe, vorre, këso gjana që, astaghfirullah, që janë shirk, por se ka raste ku disa sahabëve ja kanë bërë si lloj tyrbe. Nuk e di, për shembull Bojub el Ansarit në Stamboll, Khalid ibn Velidit nuk e di as si tyrbe apo jo, nuk e di, por është një xhami afër varrit të tij, detaje nuk kam se s'kam qenë atje për me pa. Se di thash, a kemi diçka, por gjithsesi, kjo është pak a shumë biografia e këtij komandanti, edhe një gjë po mos harroj vllazni, strategjitë e Khalidit hala studiohen nga tret bota, nga perëndimorët, edhe e sakta, le të vjen mirë kujt i vjen edhe le të vjen keq kujt i vjen,
komandant domethënë më të madh me fakte, jo zona i ka dhënë çumë është mal apo tan ati Mojse Halilit edhe ai ka kalu me një hap 7 kodra, ka qenë një gur 2000 kg, asi jo, qëse jo. Me fakte historike, komandanti më i madh, më strateg, që ka njoftë historia deri sot, është Khalid Ben Velidi. Dikuj normal nuk i pëlqen kjo, por se të gjitha studimet e pranojnë, do me qefe, do me zor, diçka të tillë. Prandaj ka qenë komandanti i cili asnjë betejë nuk e ka humb, i ka ditë të dyjat, edhe anën strategjike edhe ato psikologjike. Sa për psikologjike, një për përmendje se më pas ka ikë përmendjes, Hormuzi kur ka dashur mu taku, e kanë lënë takimin, si me thonë, me një vend. Qëtu, Hormuzi ka shku përpara 3-4 ditë. Khalidi jo nal, qëllimisht, s'po ecë shpet, po pushon udhës, po flen, po knaqet, po ecë udhës, ka dal. Ky ka shku, i ka qel bunkerat, i ka qel rovat, i ka qel ato, i ka bon kretë strategjin. Khalidi i ka qu ata shpionat e vetë, thot, aura atu unë, thot po. E thot, s'po shkojmë këtu, po shkojmë Manal. Si me thonë, s'po shkojmë Prizren, po shkojmë Mitrovic. Po nisët, pethën udhën me shku për pjetë. Edhe pjo thot dove, shkoni për hap në lajmin në ushtrinë e Hormuzit se jemi të shku në Mitrovic, jo në Prizren. Ai po do mu të qmend. Atje më në i zonë venet strategjike. Çka po bën Hormuzi? Pe ka po ushtrim pi këtu, shpejt, po shkon në Mitrovic atje, Khalidis po shkon, po nalet rrugës, po shkon atje piqel rovat, piqel bunkerat, piqel strategjina në knesan. Ta më në ratu, po thot Khalidi, o ratu po. Kërk po nisët Alidit e poshtë, pjanëzën të njëjtat bunkeret, njëjtat vende që i kanë rëqë në Prizren. Edhe ato pela, mu detyru më artë e poshtë, edhe qka i lodhën, 2 herë të qelë bunkera, edhe në fund apet pa bunkera, apet ja merë Khalidi me ushtrin e ti. Një prej atyne strategjive psikologjike që i ka lujt me armikun e vetë, edhe që i ka thuj. Allah në falët, Allah në përmirësoft, Allah në boft kajrit. Ndusë Allah që ta lujmë gjithë cili rolin për të cilin Allahu në ka kriju, nga se kjo botë është kalimtare, është e shkurt. Ela fala na'met ajnul gjibana. Kur mësuratu fshin të sut e frikat sagve. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.